Operacioni kombëtar Koordinata godet një rast tjetër të tentativës për kultivim të bimëve narkotike në Fier dhe vjet në pranga autori. Sipas njoftimit të policisë, vijojnë kontrollet në të gjithë territorin e qarkut Fier në kuadër të operacionit antikanabis të koduar Koordinata. Goditet një tjetër rast i tentativës për kultivim të bimëve narkotike dhe vjet në pranga autori. Në vijim të operacionit kombëtar të koduar Koordinata, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier gjatë kontrollit të territorit nga toka dhe nga ajri, duke përdorur dron në vendin e quajtur Kodra e Dafinave në fshatin Gjorgoz, kanë konstatuar një parcel në të cilën ishin kultivuar 223 fidan narkotik kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kanë organizuar punën dhe kanë vënë në pranga autorin e dyshuar të rastit, Shtetasin RM, 24 vjeç, banues në Cakran. Fidanët u azgjesuan nëpërmjet djegjes. Gjithashtu shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier gjetën dhe azgjesuan 90 fidan narkotik kanabis sativa në territorin e njësisë administrative Portës. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorit ose autorëve të këtij rasti kultivimi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.